Ishte mjaftueshme. Ishte mjaftueshme, apo jo? Mësuesja jote. Të flasim pak për Biblën, le të flasim pak për Biblën. Lavdijemi të tia. Si pikë së pari, çan këto shenja që ke, një para një mbrapa. Çan këto shenja. Ja ku e ke shenjën. Perandorisë romake. Ishin romakët që përdornin masane, gjë që nuk dihet ajo shenjë, që ishte dru, thot Kefa Pjetri, thot. Që u kryqëzua në dru. U kryqëzua Mesia Jeshua Krishti nga perandoria romake e bashkuar me disa farisejnë që kishin anulluar ligjin. Që lidhje kemi ne me shenjat e Hermesit të Apollos, që beshin mësandaj sakrifica njerëzish në udhë kryqe, që ja ku i ke shenjat, mësandaj, të dy gjarprinjve që mbështillen me kryqet e tyre, që është një shenjë vdekje, një shenjë poshtërimi, një shenjë mësandaj ishte që nuk ka të bëj fare me shkrimin. Në tempull nuk ishte shenja të tilla. Në tempull ishte kjo shenjë që jepte mësandaj dritë vendit kur të shkonte të kryente mësandaj kryeprifti shërbesën si në vendin e shenjtë, që ishte Shandani, menora. Që po ta marrësh nga ana figurative, më ka shumë gjëra që mund të flasim. Që nga ana shëmbëtyrës mund të paraqesim Isaian 11:2, si qëtatë mësandaj dimensionet e vajosjes të Atit nga fryma e shenjtë, fryma e Antit Jahue, fryma e fuqisë, kuptueshmërisë, e këshillës, e urtësisë, dhe fryma e frikës së Zotit Jahue që nuk ndodhet tek ju, sepse akoma nuk ka ndodhur pendimi pranvera për tyne. Nuk e hyrë akoma në beslidhje me citime boshe? Kombit tonë po vuan për palishmërinë, pa udhësinë, që është hequr ligji, siç ta thoshte mësuesja tënde, që ato mësime janë pasuar prej atyre që mësandaj morën që në kohët. Mos ndoshta kisha e parë, Mesia Jeshua dhe apostujt bënin gjëra të tilla? Shikon apostujt që përmendin ndonjëherë varjen dhe shenjat e kryqit, mësandaj apo zinxhirët apo në makinë, gjëra të tilla, ja ku i ke shenjat. Që kjo është shenja e jetës që të përmendet në Zbulejsa 2. Nga vetë Mesia Jeshua. Nuk tha do vitë ta heq kryqin. Tha do vitë ta heq Shandanin, se kishte fjalën për praninë, prezencën e frymës së shenjtë sa po përmenda në Isaia 11:2. Ja ku i ke dy gjarprinj të mbështillen, dy gjarprinj të prej tyre. Kur populli tonë futet në një marrëzi dhe në një gënjeshtër prej disa entiteteve që kanë zaptuar kombin tonë, të lindën në shekullin 3 të 4 me imponime fetare që i shikon dhe janë të mbledhur në Tiranë, në fuqizuar nga Roma, dhe është kryetar tani pranvera, apo jo, ai që të mësonte, ai dhe ajo pasandaj varet ku si kishit periudha dhe sezonet tuaja. E njoh dhe atë, e njoh dhe hapësirën frymërore të kombit tonë, gjendjen frymërore, gjithashtu dhe shpirtërore. Çfarë populli ton po vuan sepse ka është anulluar ligji. Ja ku e ke fjalë të urta, thjesht për të dhënë fjalë të urta 28. Më fal, 29:18. Po të merret prioritet shkrimi. Që lidhje ke me shenjat e vdekjes në radhë të parë? Që janë këto shenja vdekje? Qa ndryshimi ka prej katolik ortodoksë? Asnjë ndryshim ka. Anullimin e ligjit. Festat e tyre të katolikëve mbajnë protestantët, ungjëllorët po, të njëjtat gjëra. Ka folur Ati për zbatime të gjërave të tilla? Jo. Ka folur për vendosje të shenjave të vdekjes që adhuronin perandoria romake, kishin Zeusin dhe panteonët e tyre masandaj dhe Hermesi apo Apollo që ishte me emër të ndryshëm si në Greqi dhe në Romë që kishin marrë që nga Egjipti? Ja ku e ke? Ja ku janë përpara? Kur nuk ka një vizion profetik, do thotë kur
nuk ka një drejtim, një vizion që vjen nga fryma e shenjtë, prej pasandaj profecisë që mund të jetë si kush në asamblenë e tij që mund të profetizojë, mund të inkurajojë që kisha të ndërtohet, janë dhuntit e frymës së shenjtë në veprim. Kur nuk ka një vizion profetik, populli bëhet i shfrenuar. Përse? Sepse nuk zbaton ligjin e tij, sepse janë të bekuar një grup personash që zbaton ligjin e tij dhe këta grup personash kanë drejtim në jetën e tyre, sepse është lambë në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë dhe ndreqet mësimit të atij ligjit. Janë rruga e jetës, thot Fjalët e Urta 6:23. Për mos shkruar në lutja në Fjalët e Urta 28:9. Ja ku i ke persona që luten kafkave frymës të vdekjes, që të kanë dhënë kryqin. Prandaj ka një vdekje frymërore, sepse nuk ka lindje që të ketë jetë. Që bëra mësime dhe pak më përpara, didhe e pardje që postova, për romakëve 8 që akoma nuk është në jetën e një personi, në nështrimin ndaj ligjit të Zotit Jahwe, që Mesia ju nështrua ligjit, Galatasve 4:4. Prandaj ka vdekje në kombin tonë frymërore dhe masandaj vdekje dhe fizike. Afliktime, mundime. Ku ke frymat e vdekjes me kurorat e kafkave dhe të gëdhendurave. Dhe është një e gëdhendur. Është një e gëdhendur. Ja, të njëjtën kafkë ke prej personave që kanë kryqin. Shikoj kush, mos ndoshta denominacionet e njeriut lindën përpara tyre, jo. Po të shikosh mapën, që mund ta sjell mapën përpara, ishin persona që kishin tashmë imponuar që në shekullin e 3 dhe përhapën masandaj manipulimet e tyre me çdo lloj gjë që lindi më vonë. Ja, të shikosh dhe të mirë informohesh se cili prej nesh. Në shekullin e 3 ke këshillin e Nicejse, Laodicejse, dhe çfarë lindi? Nëse e lejon, ja ku ke. Fillimisht romanë katolikë, ortodoksës e lindjes dhe ortodoksët orientale dhe kisha e lindjes. Me çfarë? Me Këshillin e Konstantinopol, Aleksandrisë, Antiokut, Laodicejse, Nicejse, në shekullin e 3, në 325. Dhe u harrua kisha e parë, e vërteta, asambleja, sepse këto nuk janë kisha, nuk janë kisha me çdo lloj kryqe dhe anullime të ligjit. Mos ndoshta prania atit është atje ku e shkelet ligji, ku vazhdojnë akoma i shikojmë evidenca sot, me çfarë festa mbahen, me çfarë ditë veçohen. Jeta e një besimtari është e karakterizuar nga detaje që ai do të praktikojë çdo ditë. Dhe janë urdhrimet e ligjit që japin jetë. Mesia në Mateu 19 tha, zbatoni urdhrimet e ligjit dhe do të hyni në jetën atë ditë dhe do të keni dhe jetë tani. Fjalët e Urta 7:2. Atë citovi. Ja ku i ke. Me sa lejon. Në shekullin e 3. Shekullin e 3 është sa gjëra lindën, janë 2000 prej tyre. 2000 prej tyre. Sa lindën. Sepse është nëna, bisha në Romë që mban peng me filozofitë e tyre, me imponimet e tyre që u vendosën me autoritetin fetar të tyre. Është një lloj besimi që ti duhet të largohesh prej tyre. Dhe të ndjekësh urdhrimet e ligjit që Mesia la një shembull për neve, të dishipullizojmë familjet tona me anë të urdhrimeve të ligjit që kur të rriten masandaj fëmijët apo mos largohen prej rrugës urdhrimeve ligjit të Atit Jahwe, që e bën njeriu çfarë të urtë dhe e mbajnë rrugën e tij të pastër, sepse shkelja e ligjit është mëkati. Para gjuni 3-4, i marrin parasysh, prandaj kur them që Bibla nuk merret parasysh, se me të adresuar sjelljen, siç Mesia adresonte sjelljen, që në atë kohë ne vrapojmë.
Ja ku janë frymrat e vdekjes. Ke reperi në Romë, këto janë fotot e koncertit të njëjtës frymë të nekromancisë që si e quajnë të vudun, frymrat e vudut. Ja ku e ke altarin e tyre të vërtetë këtuja me të njëjtën shenjë, Dhe ja ku ke reperin që beri foton e tia, si e kishte. Nuk më vjen emri tani. Travis Scott, Travis Scott në Roma dhe 10 persona u sakrifikuan atë ditë. Nga frymrat. Të ndjem një erë, tha, dhe masandaj u shtypën njerëzit. Ja ku ke frymën e vudu, shenja e vdekjes, shenja e kryqit. Që ja ku kishe këtuja poshtë. Ja ku ke këtu poshtë. Ky është një altar i tyre në Meksik. Shenja e vdekjes. Ja ku e beri skenën Travis Scott në Romë, që është prifti satanit, ja ku ke kryqin të bere. Sepse ishte sakrifica që masandaj do beshin për të fuqizuar entitetet të ndryshme. Ja ku e ke në Egjipt, shenjën e kryqit. Mos ndoshta apendo një shenjë të tempullit të jetës pranin e atit në këto vende? Ta shpjegon Haprazi, Levitiku, Eksodi për shenjën e jetës. Nuk do ta kesh në rregull, mos vesh shenja, mos mbaj shenja prej të vdekurve. Sepse është shenja e nekromancisë, shenja e frymës së vdekjes, të vudut. Apo njerëzit shkojnë masandaj në përvare. Që bëhet kujdesja, bëhet nderi, vendoset në një mënyrë dinjetoze, masandaj përse do shkosh në atë vend, do shkosh të vesh ujin, do shkosh të vesh rakinë, biskotën, lulet. Për ke? Trupi po dekompozohet, fryma që kishte në mëshkriu kthy atit Jahue. Spirti shkon poshtë për të gjykuar. Në Sheol, pret gjykimin që Mesia masandaj do beje, o për ringjallje, në qoftë se je në kompartamentin e Abrahamit, ke mbajtur urdhrimet e ligjit, ke besuar tek Mesia Jashua, ose je nga krau kundërt, ku po mundohesh në agoninë e shpirtit në ferr për vendimarrjet e mos pendimit ndaj shkeljeve të ligjit që nuk bere, siç masandaj ishte i pasuri atij Alket apo jo, se i pasuri. Që ti citon një pasuri të pak më përpara. Citonje gjëra të tilla që ati pas mëshirë të shtirohesh ti në emër të Jashuas. Nga çdo frymë që të mban peng, të parpaliten frymrat masandaj dhe mendoni se njerëzit çlirohen, aktivizohen frymrat në vendjen e duarve tuaja. Në shkeljet e ligjit hyn frymrat në jetën e një personi që vazhdon të shkeli dhe masandaj ati lejon dhe masandaj adorzon satanit të person, ndoshta thot me afliktimet, me mundimet e shtratit të vetë, si thot Jobi, do kthehet, do kuptoje që kam shkelu drejtësinë në ligjin tënd. E normal që ti e nxini masandaj, ishe interesuar për punë e shkallëve në Moravë, në Korçë. Për shenjën e vdekjes që ata kanë. Citoj njerë urdhrimet e ligjit njerë. Citoj sabatin, festat biblike që Mesia Jashua, Krishti i vërtet i Biblës, mbajti për 31 vjet të jetës së tij kur ecën në tokë. Citoj njerë. Citoj Isaia 66 në Jeruzalemin e ri që po zbret nga qielli i tretë. Citoj një çfarë do mbahen. Kur do bëj qiellin e ri, tokën e re, të qëndrueshme përpara meje, thotë Jahue. Atëre thot nga një muaj i ri në tjetrin, nga një sabat në tjetrin, do të vinë të bjerë në gjunjë përpara meje, thotë Jahue. Apo Isaia 2, nga Sioni do dali ligji, do mësohet kombeve, urdhrimet e ligjit, do ta shikojnë Mesian Jashuan fizikisht në tokë në 1000 vjeçarin, në mbretërinë e tij. Do mbajnë festat biblike, Zekaria 14, kur këmbët e Mesias Jashuas do zbresin në malin e ullinjve. Këto gjëra lutemi për renovimin e shkallëve tek shenja e Hermesit, Apollos,
që është vendosur atje dhe shikon çfarë autoriteti mbizotëron masandaj në Korçë apo përtej. Ndërkohë thamë simbolin e dritës, prania e Atit Jahue. Dhe engjëlli i asamblesë së Kishës në Efes shkruaj, thot ai, që mban të 7 yjet në të djathën e tij, dhe që ecën në mes të 7 shandanëve prej ari. Mos ta gjë për kryqin? Shandanëve, ja ku ke shandanin, që ishte prania e Atit, që simbolizonte praninë e Atit. Brenda ishin elementet e tempullit në vendin e tenjtë, masandaj vendin më të shenjtë që ishte arka dhe vendi i mëshirës së Atit Jahue, mërësisit. Unë i njoh veprat e tua, veprat, çfarë janë veprat? Urdhrimet e ligjit apo jo? I zbaton apo jo? Timi berës urdhrim, timi berës të ligjit të përsosur, të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë, tha Jakubi. E berës të veprës ta të ligjit. Ja ku janë veprat e ligjit. Mos ndoshta një që shke ligjin janë gjëra të mira, janë veprat e mira që do Jakobi 4 flet për atë ligjdensin që do gjykojë, masandaj apo do shpëtojë apo do gjykojë me anë të ligjit, ligjdensi. Ndërkohë ishin persona që flasin keq për ligjin, dhe masandaj nuk janë zbatues të ligjit dhe bëjnë gjykatës. Mundimin tënd, durimin tënd për çfarë? Të rezistojmë të ligun duke mbajtur urdhrimet e ligjit dhe besim tek Mesia Jeshua. Zbresa 14, 11, 12. Të rezistuar damkën, figurën dhe bishën dhe figurën e saj. Me 2 komponente që neve kemi nevojë në jetën tonë. Urdhrimet e ligjit që na bëjnë të pastër rrugën tonë, na pastrojnë zemrën, na gëzojnë bekimet e qiellit dhe besim tek Mesia Jeshua, sepse pa atë nuk ka ringjallje, pa atë nuk ka falje. Nuk ndahen të mbash ti Krishtin tënd me deklarimet boshe dhe të vinë gjëra në ekzistencë. Dhe tjere që folëm. Dhe ti tha s'mund të durosh të këqinjtë. Të këqinjtë. Do ta flasim më vonë kush janë të këqinjtë. Ç'është kjo gjë e keqe, tha Nehemia 17:13 që keni shkelur ligjin, tha. Gjë e keqe. Dhe ai që vazhdon të bëj këtë gjë të keqe, është i keq. Se që do të shkojmë më vonë. Ti vure në provë që pretendojnë se janë apostuj. Dhe këtu veri ti në klapa, se janë apostuj. Mos andaj, shikoj ti titujt. Dhe nuk janë dhe i gjete gënje shtarë. Nuk është vetëm për ju, është për në radhë të parë për burrat që duhet të kenë integritetin dhe zyrën e titit një. Te Efesianëve 4:11. Masandaj janë gjërat që vinë për juve. Ti ke duruar, ke qëndrueshmëri për hir të emrit tim, je munduar pa u lodhur. Qëndrueshmëri ndaj çfarë? Ndaj mëkatit, ndaj shkeljeve të ligjit. Por kam diçka kundra teje, në këtë rast ishte kisha që në asamblesën në Efes, që thoshte kundra atij drejtuesi, sepse thot ke lënë dashurinë e parë, thot. Fillove mirë, por dashuria e parë çfarë? Dashuria ndaj Atit, ndaj birit të tij, duke zbatuar urdhrimet e ligjit të tij dhe duke mbajtur çfarë? Besimin e plotë, Hebrejt 1:11-6. Sepse ai që afrohet te Zoti Jahue duhet të di që Ati jashtë dhe është përblyes të gjithë atyre që me zell e kërkojnë atë. Si e kërkon me zell ti dhe unë? Duke shkelur ligjin e tij. Normal që ai është një zell më vete, nuk e vë njeriu ndyshim. Por zelli ndaj mbajtjes të urdhrimeve të fjalës së festave të Atit për të takuar atë në kohët e caktuara të tija, të qielli praktikoi që nga krijimi. E sot e kësaj dite praktikohen në qiell, nga Ati, nga Biri dhe nga engjëjt. Ato të Levitiku 23 që janë hequr nga bisha Romës. Këtoj pra nga sekeren, pendohu dhe bëj veprat e para. Të mos vi tek ti dhe ta luaj shandanin tënd, nuk tha kryqin. Shandanin tënd nga vendi vet, nëse nuk pendohesh. Ndërkohë është akoma për të hyrë në praninë e tij. Dhe këtu ishin pleq që kishin drejtimin.
Që janë këto dalje? Në radhë të parë që janë këto veshje. Ndërkohë, ju si gra duhet të keni flokët e gjata sepse lavdia juaj që ati ju ka dhenë. Por normal që ka Satani masandaj vepron në mënyrë të kundërt. Veshja masandaj që i përket burrave merret nga gratë. Qetja e flokëve që është flokë të shkurtra për burrat merret nga gratë. Edhe dalin pastaj në të njëjtën gjë duke ndjekur gjurmët e mësueseve në plazh me rroba bani siç shikon poshtë. Në ombrellën e në nuk e di ku është në Vlorë apo në Durrës apo në Sarandë. Sepse mbas kësaj mbarimit të videos, mësandaj do hiqet bluza, do shfaqet lavkurësia atje në vendin në altarin e të ligut. Se s'ka gjë ato të po këtu mund të zhvishesh, s'ka gjë. Po bëje këtu, fuqizohu këtu, vajosu këtu prej me, ndërkohë frymrat janë atë që ecin hapurazi, majtas djathtas. Se mbas kësaj videos që kjo po bën, do heqi bluzën. Ja ku i ke prap gjërat e tjera, veshjet e tjera dalin gra. Ku çu? Ja. Që në 2021 që ku shikuam atë rastin e Fierit me ato vajosjet masandaj demonike, që kur në atë kohë për ty të veshur në të zesën, pash shumë gjëra që nuk ishin sipas shkrimit, sepse doje të merri me patjetër drejtimin. Në momentin që po flisja diçka, jo, është imponimi, është masandaj zaptimi. Çan këtu dalje. Kuma nuk din çfarë është mëkati. Shkelja e ligjit vazhdon të jetë në jetën tuaja, ju dilni për të thënë çfarë? Pjesëmërinë, parcialitetin. Siç bëjnë masandaj denominacionet. Të mjafton të dëgjosh 10 sekonda. Vrapon. Pa kontekst. Marrë këtu siç ja bënte mësuesja juaj. Masandaj, ja, do deklaroj gjëra do vinë ekzistencë. Ja, shiko, Isaia 54, ndërkohë ishte për qytetin e ri, Jeruzalem e ri, që në fillim, deri në fund, që në atë kohë, masandaj në zbulesa 20, do formohen disa armë kundra qytetit, mbasi Satani të jetë lëshuar dhe do shkojnë, do mbledhi kombet Satani për të shkuar kundra qytetit dhe do zbresi zjarri, që ati ka përgatitur zjarri nëpërmjet kovaçit, dhe do konsumojë thotë dhe mbaron ligësia, hidhen në liçen e zjarrit. Bashkë me ata që kanë anulluar ligjin dhe nuk do t'ja dinë për atën Yahweh. Që Isaia 51 flet hapurazi që Mesia do vi të gjykojë kombet me anë të ligjit. Dhe atë Yahweh thotë në vargu 9. Ta sillim atë vargu? Ja ta sillim sepse masandaj janë citime që po çan këto gjëra, ha. Ja ta shikojmë bashkë. Isaia 24 hyn në funksionet të njëjtën kohë. Për të ditur ku, ja jemi këtu. Kushtomi kujdes o populli im, thotë Zoti Yahweh, ta që janë në bestidhje, në Mesian Jashuan, kanë urdhrimet e ligjit, sepse thotë nga unë do të vi ligji, çfarë do bëj me ligjin? Do vendosi të drejtën dhe drejtsinë e tij dhe do gjykoj popujt. Qejtë do ta variten së tym. Dhe toka do të konsumohet si një robë, kështu banorët e saj do të vdesin. Ka ndodhur gjë kjo? Ka ndodhur gjë? Jo. Por shpëtimi im do të vazhdoj për jetë për ata çfarë që kanë dhe njohin drejtsinë. Dhe kanë në zemër ligjin tim, thotë atë Yahweh. Dëgjoni ju, thotë. Dhe mos keni, thotë, frikë dhe mos u turpëroni, thotë, nga mos u shqetësoni, mos u diskrajoni nga turpërimi i njerëzve, mos u tremni nga fyret e tyre të rënda, sepse ju çfarë keni në zemrën tuaj? Si apostulli Paul kishte çfarë? Në Romakëve 7:22 kishte gjendë kënaqësinë në ligjin e Zotit Yahweh, në njeriun e tij të brendshëm. Ka ndodhur gjë kjo profeci? Jo. Si bëhet me çdo mësim të gabuar që është thënë, që është marrë? Prekim Isaia
24 e prekim dhe të se shpejt e shpejt. Përse ati ishte pak i zemëruar. Pak i zemëruar. Populli ton ka nevojë për mësues. Ka nevojë për apostujt e vërtetë, profetët e vërtetë, barinjtë e vërtetë që kanë urdhrimet e ligjit. Ja Jahue zbras tokën gjykimi dhe e bën të shkrejtë për shfaqjen e saj dhe shpërndar banorët e saj. Do të ndodhë e njëjta gjë, ashtu populli thot ashtu si prifti shërbëtori padroni, këto janë thot gjykime që do vinë. Toka do të zbrazet plotësisht, do të plaçkitet plotësisht sepse Jahue ka thënë këtë fjalë. Dhe Jahue foli pak më përpara. Nuk foli këtu? Foli që me anë të ligjit do vi të gjykoj kombet, qejtë do variten si tym, toka do konsumohet si një robë, banorët e saj do vdesin, por ju që keni urdhrimet e ligjit, thot ligjin e zemrës tuaj, thot do t'ju mbrojë. Stefania 2:3, Isaia 4, Psalmi 37. Toka do zbraset plotësisht, do të plaçkitet plotësisht sepse Jahue ka thënë këtë fjalë. Toka është në zi dhe vuan, bota po ligështohet dhe po meket. Njerëzit me poste nga populli i dheut ligështohet. Toka është përdosur nga banorët e saj. Përse? Sepse kanë shkelur ligjet. Ja pse po vjen gjykimi. Dhe çka kanë bërë? Kanë ndryshuar statutin, ligjin dhe kanë marrë në përkëmbje beslidhjen e përjetshme. E shikon arsyen? Shikon arsyen vetë. Ja të shikojmë një varg tjetër, për punë e statutit që është ndryshuar. Danieli 7:25 në jetën kohë. Numrat 15. Numrat 15. Vargu 15. Vargu 16. Toka po mekeshe, banorët e saj do gjykohen, çfarë thati Jahue? Dhe do konsumohen plotësisht. Sepse çfarë kanë bërë? E kanë përdosur tokën, sepse kanë shkelur ligjet e Zotit Jahue dhe kanë ndryshuar statutin. Që ky statut është një beslidhje e përjetshme që këta kanë marrë në përkëmbë. Ky grup personash, nga këta banorët, që kishte çfarë? Kelu ligjet e Zotit Jahue. Dhe atë Jahue, kohë më përpara, foli nëpërmjet profetit Moshe tha, do të ketë një statut të vetëm për të gjithë asamblejnë. Moralin e shëndoshëm, ligjin. Për ju do jetë një statut, një ligj i vetëm thot, për të gjithë asamblejnë, për ju dhe për të huajin që banon midis jush. Ne ishim të huaj ndaj beslidhjes? Kur pendohesh nga shkelet e ligjit, beson tek Mesia Jashua, shartohesh në pemën e jetës, Romakëve 11, Efesianët 2. Ke akses tek Ati. Dhe ky statut do të jetë një statut i përjetshëm për të gjitha brezat tuaja, i përjetshëm. Sepse ky statut ishte marrë në përkëmbë gjë që kishin shkelur këtë statut që ishte një beslidhje e përjetshme. Ka ndryshuar statutin. Kush ndryshovi statutin?
Të rikthemi pak më përpara? Ja kush ta ndryshovi statutin. Ja kush ta ndryshovi në 300-ën, dolën me mbështetjen masandaj e perandorit të Romak Konstantini, të ndryshovi sabatin, ta çovi ditën e diellit, të ndryshovi festat biblike të Levitiku 23 dhe i hoqën tutje, nuk kemi të bëjmë fare me ata judejtë. Dhe në 1600-ën masandaj ke reformistët masandaj e reformimit të tyre katolik, Luther e Calvin thanë të njëjtën gjë. Jas janë hequr dhe ndryshuar statutet e tyre me denominacionet e njeriut. Kanë ndryshuar ligjin dhe kanë marrë më përkemë beslidhjen e përjetshme. Atë e quan çfarë? Një beslidhje të përjetshme. Ndërkohë sabati është një shenjë e beslidhjes së përjetshme. Festat biblike janë një shenjë e beslidhjes së përjetshme. Ezekieli 20. Ndërkohë Galatasve 3:12 të thot apostulli që njeriu do të rojë nëpërmjet urdhrimeve të ligjit. Kështu nuk mëkaton. Kështu transformohesh, rinovohesh. Merr bekimet e qiellit. Gëzon zemrën, nderon atin. Është një statut i vetëm, një ligj i vetëm. Dhe ky statut, ky ligj është i përjetshëm. Ja si interpretohet shkrimi me shkrimin, ja si kuptohet. Por kur neve kemi hequr urdhrimet e ligjit, dhe ky Zoti tent, misterios, ky Krishti tent, që nuk ekziston në Bibël, i kishte thyer ato ligje, dhe normal që do manipulohen jetë njerëzish. Do lutem atë një ditë të jeni përpara për të çliruar nga frymra të tilla. Në qoftë se do merrni pendimin tuaj. Në qoftë se do merrni pendimin nga shkelit e ligjit, sepse pa atë pendim nuk ka çlirim në jetën e një personi. Sa do të komandohen gjërat, sepse masandaj do vinë 7 më të këqij, dalin ato frymra. Autoriteti Mesia Jeshua s'është dhënë. Për ata që ecin urdhrimet e ligjit, kanë vajin e pastër. Nuk jepet autoritet një personi që vazhdon të shkeli ligjin. Ka autoritet me patjetër, por çfarë autoriteti është? Nuk është për jatit. Bibla mëson se veshja jonë do të jetë e veçantë për gjinin tonë. Gruaja nuk do të vesh atë që përket një burri. Ky koncept akoma nuk është kuptuar sepse është Babilonia që akoma ne nuk kemi dalë. Njëjta gjë bën bota, të njëjtat veshje ka një besimtar i asociuar. Është e njëjta gjë. Ndërkohë ati ka vendosur një dallim, një veçim për gjinin, që ka veshja është e përcaktuar e veçantë, si për ne, si për ju. Dhe thot gruaja nuk do të vesh atë që përket një burri. Dhe asnjë burrë nuk do vesh rrobat që janë të një gruaje. Ke frymën e Dionysis këtuja, kur kelet ligji. Që është masandaj identiteti dyfishtë. Dhe kushdo që bën gjëra të tilla neveritet nga Yahweh. Kush vesh kundërtën, dije që burrat veshin pantallona. Përse akoma do të luftojmë këtë gjë? Dije që burrat veshin pantallona. Dhe nuk veshin gratë të pantallona. Sepse çfarë ndryshimi ka me burrin këtu dhe me gruan, është e njëjta. Vetëm se struktura që ati ka krijuar femrën, masandaj dallon që dale sepse burri nuk ka në këtë rast, nuk ka. Flokët janë të shkurtra, të njëjtë gjë. Pantallonet janë të njëjta gjë. Çfarë mund të thuash? Ndërkohë sa bukuri të rrallë ka një grua që vishet me fustan dhe mbulon trupin e saj në integritetin. Dhe vendos tekët në 4 cepat e rrobës së saj, që është e veçuar për atin Yahweh dhe tregon nga ana identiteti që ati është interesuar në çdo detaj të veshjes tonë. Tregon që po mban urdhrimet e ligjit. Burë e grua, fëmijët. Dhe kushto çfarë janë thekët? Ja, janë thekët. 4 cepat e rrobës tonë i mbajmë. Dhe kur shikoj një vëlla një motër, po ecën integritetin që ati ka dhënë. Që Mesia Jeshua Krishti i kishte në 4 cepat e rrobës së tija, që gruaja me sëmundjen e gjakut i prek atë kraspedoni, është fjala nga greqishtja.
E preku thekun dhe kur e preku, masandaj fuqia shkoi sepse ajo pati besimin që duke e prekur vetë se cepin e robës që ishte theku në cepin e robës të Mesias Jeshuas. Dhe po të ndjekësh gjurmet e tia, ka shërim, po të mbash çfarë Mesia mbajti, ka jetë. Ndërkohë neve e marrim, e lexojmë, po realisht jo, Zoti Jahue nuk ka thënë këtë, por e di çfarë ka thënë, ai ka dashur të thoshte një gjë tjetër. Okej, opa, e skartua miku. U manipulua shkrimi, u shtrembrua për humbjen e dikujt, të pa qëndrueshmit, të pa mësuarit. Do të mësohet Bibla, pranvera, do të mësohet Bibla, të mësohet besëlidhja e re, të mësohet Mesia Jeshua i Izraelit, jo ai katolik ortodoks që të ka dhënë Erioni apo Alketa. Dilë prej manipulimeve, pendohu nga këto marrje pozicione, nga këto dalje. Ja ku ke burra çfarë veshin, pantallonat e tyre. Kultura jonë vazhdon të luftojë një luftë kundra këtij principi biblik, po Jahue dëshiron një veçim, një dallim të qartë, burrë e grua. Burra duhet të shmangë veshje që janë fremërore. Gratë nuk do të veshin me atë që përket burrit, që janë pantallonat, duke treguar format e trupit të tyre. Qiritat apo pantallonat të shkurtra, fustane të ngushta, lart gjurit apo kanatiere. Kanatieret, ja i pam pak më përpara. Ja ku i kemi kanatieret. Nga majtë. Ishin diku. Do shta poshtë. Ja ku i kemi kanatieret. Kanatieret e lakuriqësisë më sandaj. Ja. Qartë të themi? Qartë të themi me? Ja ku i ke frymën e epshit me masandaj integritetin dhe moralin e shëndoshëm, që Provebra 31 flasin që në buzët tuaja si gra do të jetë ligji i mirësisë, është ligji atit Jahue. Vargu 26. Çfarë ka bukuri të rrallë? Femra që vishe me integritet, me fustanet e tyre, me mbulesën në kokë kur luten dhe profetizojnë. Normal, lakuriqësia e sotme, çfarë ndryshimi ka? I ke brenda në denominacionet. Kjo Bibla përcakton kofshën e zhveshur si lakuriqësinë e Isaia 47, që ati thotë do vi të gjykojë vijat e Babilonisë. Ndërkohë në vendet ti je në vendet e Babilonisë duke shkuar në plazh, duke shkuar gjithashtu në përpishina që masandaj zhveshen njerëzit, vetë shikon burrë e grua janë të zhveshur me ndërkohë i ke gjatë rrugës, nuk është nevojë të shkosh në ato vende. Se në ato vende shkon masandaj me dëshirën e epshit tënd. Do gjykoj, thot bijat e Babilonisë, thot ngrije bishtin e fustanin, zbulo këmbën, që lakuriqësia jote të zbulohet. Thot unë do ta merrem, thot ati Jahue. Zbulo këmbën. Zbulo këmbën. Amari së lutem ndihmoj zotën. Këto janë më se normale në një person që është natyror, mishor, i pari lindur, pa hyrë në beslidhje. Sepse frika e Zotit Jahue nuk ka hyrë në zemrat tona. Për të vënë prioritet shkrimin, Biblën, sepse ka thënë Zoti Jahue të mbajmë urdhrimet e ligjit për integritetin moralin tonë, të buqasin apostujt për ato themelet të ligjit dhe integritetin masandaj dhe balancën e lajmit të mirë të mbretërisë si një person hyn dhe çfarë do të zbatojë. Përse duhet të bëj diçka në Zbulesa 22:14 që janë urdhrimet e ligjit për të hyrë në portat e qytetit? Ndërkohë ato portat e qytetit kanë emra 12 fiset e Izraelit. Që ne jemi bashkuar me ata që janë të rilindur, që presim të hyjnë dhe ata që kanë refuzuar Mesian, presim dhe kombet dhe ti që po e dëgjon. Të vish në Mesia Jeshua i Izraelit, jo në ju katoliku, jo në manipulimet e të gdhendurave, apo të kryqeve, apo të kërkuar të vdekurve. Ja ku ke veshjen biblike. Veshja biblike. Veshja biblike. Veshja biblike.
Veshja biblike. Veshja biblike në të djathtë. Dhe për vajzat tona, të reja, sepse Satani i trajnon, të vogla. Çfarë do të bësh ti dhe unë? Do t'i mësojmë urdhrimet e ligjit? Do t'i mësojmë integritetin? Ligji për të rigjashtë, Eksodi 20, Vuçet, fjalë të urta 26, 22:6. Trajnoi, mësoi fëmijës urdhrimet e ligjit kur të rriten dhe mos largohen, sepse mëkati, shkelit e ligjit largojnë një person. Tashme, është të vdekja frymërore. Të ndarë për jatit Jahue. Veshja biblike në të djathtë. Vendos ti çfarë do të mësosh. Shiko çfarë veshje të një çuni. Përko kjo është vajzë. Veshja biblike. Veshja e vdekjes. Ja ku I ke vdekjet e katolikëve, shiko dragonin të mbështjellë në shkopinjtë e tyre. Gjarprin në shkopinjtë e tyre. Që kjo ishte mbreti Tut në Egjipt, që mbante të njëjtën gjarpër, ja ku e ke. Ndërtesa papore në Romë. Ja ku e ke në Romë, nga jashtë, koka e gjarprit. Nga brenda, ja ku e ke gjarprin pra. Dhe masandaj neve akoma nuk dalim dhe e mbrojmë gjëra të tilla, bashkohemi me të tilla deklarata, vetvendosje, shenja të vdekjes, festat që ti po mban, Janusi, ta dhan ata, hynia me 2 koka, që janari merr emrin. Kalendari Papa Gregori ti ke pranvera dhe të tjerat. Kombin tonë, kush mban festat biblike në kombin tonë? Te Levitiku 23 me kalendarin që atë Jahue dha profetit Enoku, që viti I ri fillon në pranverë, nuk fillon në mes të dimrit. Sepse në mes të dimrit adhuroheshe Nimrodi. Në 25 dhjetor adhuroheshe ringjallja e tia. Komunione katolike, festat pagane. Aj. Çfarë të themi? Kur ati ka vendosur statutin e tij të përjetshëm, festat e tia në ligjin e tia të përjetshëm që Mesia praktikovi për 31 vjetë dhe la shembull apostujve që apostulli par vraponte për të qenë në Jeruzalem, thot. Nga Efesi vrapovi, thot, për të qenë në Jeruzalem në festën e Pentakostit. Kratë që ndoqën trupin e Mesias Jeshuas të vendosur në Luka 23, 54, 56, e pan trupin si ishte vendosur në ditën e Pashkës, dhe të nesmen pushuan sipas urdhrimit të ligjit të Zotit Jahue, që ajo ditë konsiderohet sabat. Është festa e bukës pamaja, ha bukë pamaja për 7 ditë mbas Pashkës, së vërtetë, jo komunionën e katolike, në ditën e diellit. Easter në anglisht, vazhdon të implementohet prej tyre, prej gjarprit. Dhe të njëjtat situata ndodhin me cenjat e vdekjes në framurin tonë. Me dy kokat e gjarprit. 2 kokat e gjarprit. Që mori që nga Anadoli. Shikoj shenjën e shqiponjës me 2 koka. Mu në Anadol në Turqi. Që hititët kishin si simbol të zotrave të tyre. Vazhdojnë fylli bie. Njerëzit vazhdojnë të kërcejnë. Dhe çdo mbret, komandant, funksionar, udhëheqën atë kohë nga një hyni për fshirë Skënderbeun. Shikoj elmetin e tia, gjysmë njeri, gjysmë dhi, ja ku e ke, gjysmë njeri, gjysmë dhi, ishte Zoti pan, nga marrin fjalën emrin paniku. Gjysmë dhi, gjysmë njeri. Gjysmë njeri, gjysmë dhi, e ke tempullin e Satanit në Amerikë, me të njëjtat gjarprin që mbështillen, që I ke ortodoksët masandaj, me të njëjta shenjat e tyre. Janë të lidhura, shenjat kanë kuptim, ka shenje këti. Ke shenjën e besnisë së përjetshme që janë e shlidit tia? Të ta jep shenjën e bishës, figurës dhe damkës në Zbulesa 14:11 dhe shenja atit masandaj në vargu 12. Duke mbajtur urdhrimet e ligjit, besim tek Mesia Jeshua. Këtë shenjën e atit, ke vullën e tia në ballin tënd. Gjë që ta thot ligji për të rigjashtë. Asnjë gjë të re për apostujt.
Ja ku ke kokoret e Dagonit të tyre, të zotit të peshkut, këmbanin, që morin që nga Babilonia. Ja ku ke priftin e Babilonisë. Pasandaj mbreti i Babilonisë që ishte Nimrodi, në të njëjtën kohë. Ja ku ke shenjat e tyre. Këmbajna. Dagoni ishte hyjni kryesor e filistinëve. Adhurimi i këtij zoti pagan daton që nga 1000 vjeçari i tretë para Mesias. Pllakat, më thënë, ugarike që u gjejtë mburimi kryesor i këtij informacioni mbi mitologjinë kanaite, duke i parën dhe e kanë Dagonin si athin e Balit. Ai ishte zoti i peshkut. Dag në hebraisht do të thotë peshk. Dhe përfaqësohej si një krijesë gjysmë njeri, gjysmë peshk. Gjysmë njeri, gjysmë peshk. Ja ku ke peshkun, gojën e peshkut në kapelet e tyre.